Fest gjithandej, përmes emisioneve festive, rëndësitë e veçantë të kushtohet edhe ballinave në muajin e fundit të këtij viti. Ato gjithmonë pushtohen nga fytyrat tona publike me pamje provokative. Këtë vit, cilat janë zgjedhur ato këngëtare apo këngëtar të pushtojnë ballinat e revistave tona vendore, e ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Kanë mbetur edhe pak ditë që t'i themi lam të mirë vitit 2014. E si çdo vit, mediat përkujdesen që të sjellin më të mirën në edicionet e fundit të tyre. Programe televizive, radiostacione, si dhe revista. Këto të fundit përkujdesen që në numrat e fundit të tyre të sjellin emrat më pikant të aktualitetit, që edhe shesin në shtypin e fundit të vitit. Munges këtë vit janë numri i revistave, treguton i është paksuar media shkruar, për faktin se publiku nuk është aq interesuar t'i lexojë ato. Pavarësisht problemeve, disa kanë arritur t'i mbjetojnë në këtë krizë shtypi. Gjëja e parë që bie në sy është imazhi, e këtë vit personazhet për faqet e parë duket të jenë të ndryshëm. E para që publikoi numrin festiv ishte revista Teuta, e cila në ballinën e saj kishte këngëtaren shqiptare me famë botërore Rita Ora. Po Rita me siguri se e meriton ballinën, pa diskutim, sidomos ballinën e fundvitit, që një prej personalitetet më të mira edhe që ka pas ndikim shumë të madh. Në ballinë shtunë aty që është edhe krenare me rënjet e saj, që është edhe me rënjet e mia, mon edhe një dëshmi që ajo nuk e shef ata se prej ka është, edhe që na bën neve me undi shumë. Edhe pse është edicioni festiv, kjo ballin i ka ikur në ngjyrave të festave, dhe në kopertinë ka lënë vetëm 3 tituj. Me siguri kanë zgjedhur 3 tituj kryesor të revistës. Duhet me pas një përmbajtje më të pasën, sidomos për fundvit, njerëzit janë pushime dhe kanë kohë më shumë me lexu, po se kanë vendosur me ata 3 tituj kryesor me shku, me siguri se kanë dashur me potencu më shumë ata. Mos me ngarku me siguri ballinën më shumë me tituj tjerë që ndoshta janë më pak të rëndësishëm. Sot në shitje ka dalur edhe edicioni festiv i revistës Kosovaria. Kjo revistë në faqen e parë ka zgjedhur personazhin më të përfolur të medias roz, Kallashin. Çdo vit Kosovaria ka tentuar që të targetoj këtë personazhe interesant në faqen e parë, jo vetëm personazhe totalisht artistik, por edhe personazhe sensacional dhe për të zakonshme. Edhe këtë vit është luajtur një hipotezë, është menduar që në faqen e parë të Kosovës të jetë fenomeni, sensacioni i vitit, në kuptimin që e tim gjithë çfarë, është Kallashi, dhe Kosovaria mendon që do të shkojë vërtet në numrin festiv. Ai Kallash që gjatë gjithë vitit ka lëshuar plumba aty këtu. Edhe showbizi ka vendin e saj në brendësitë të Kosovares. Shtojca Bum ka bërë një përmbledhje të medias roz gjatë gjithë vitit. Showbizi edhe këtë herë plasohet në faqet e shtojcës Bum të Kosovares, do të flitet për emra të ndryshëm, emra që kanë pasur zhvillime interesante në karrierën e tyre, por edhe në jetën personale. Gjatë vitit 2014 kemi përfshirë ata personazhe që vërtet kanë qenë interesant dhe kanë dhënë gjatë këtij numri, duke anashkaluar ata që nuk kanë qenë interesant dhe që nuk kanë dhënë edhe aq, nuk kanë përbërë lajm. Kemi Capital T, është me një rrëfim që më pëlqen, me një intervistë ku zbulohet ana tjetër e këtij raperi që sido që tjetë kujdeset që ta mbajnë në private më të fshet. Kemi një rrëfim, një intervistë me Gens Prelvuka, i cili bën një ndarje mes muzikës dhe jetës së tij në skenën politike kosovare. Për showbiz kemi një personazh që ka qenë shumë interesant, që edhe si vjet ka gjeneruar shumë lajm dhe që gjithashtu e kemi parë thuajse çdo javë dhe jemi apasionuar pas saj, është Liberta Spahiu, që me naturalitet, originalitet dhe shumë guxim u bë femra më përfolur dhe gati më e pushtetshme e medias televizive shqiptare e rangut për cilin po flasim, rangut roz. Liberta, pos që është në kopertinën e Bumit me një foto Bum, gjithashtu, rrëfen edhe diçka interesante, është apo nuk është në lidhje? Këtë e thot tek ne. I vetmi mashkull në revistat vendore do të jetë kryeministri shqiptar Edi Rama.
Revista Flatra, për dallim nga aktori Xhevdet Jashari një vit më parë, këtë vit sjell profilin e të parit të qeverisë së Shqipërisë. E di që Edi Rama është në ballinën e revistës Flatra, edhe sipas tyne kanë cilësu që personalitet vitet. Edhe më vjen mirë se më duket është i vetmi mashkull që është në ballinë të revistave tona këtu për numrin festiv. Revistat e Shqipërisë vijnë me ballina shumë festive këtë vit, madje disa sjellin më shumë se një ballinë për numrin festiv. Që shumë kanë përdorur ato kurdelat, ato gjanat në për revista që unë personalisht nuk i preferoj, veç për të njëjtën arsye që kam përmendur duket edhe herën e kaluar që revistat mbesin kryesisht të mujore mbesin deri në fund të janarit, mbesin në shitje, edhe njerëzit nuk kanë interesim me i ble, muna me thonë, mas datës 15-20 janar. Revista Hu sjell në ballinat e saj këngëtaren Adelina Ismaili me titullin Adelina që nuk e njeni. Në të dytën shfaqet çifti Rudina Magjistari dhe Xhavet Bajrami. Tuna ka mbuluar ballinën e revistës Living me mbishkrimin Tuna Dancing on Ice, duke lidhur kështu pjesëmarrjen e saj në Dancing with the Stars. Brenda Living, një personazh i ekranit shqiptar ka marrë një propozim martese përmes revistës, që ishte element interesant në këtë edicion festiv. Në të gjitha ballinat, sipas fotografit Arton Humolli, mungon personaliteti i këtij viti. Do të isha unë ai që kisha vendosur për ballinën e ndoj reviste, si personalitet vitit, do ta kisha zgjedhur Majlinda Kelmen, një kampion bote në judo, që na ka bërë me uni krenar gjithve këtu, edhe besom që nuk është të pak. Ajo kishte me qenë zgjedhja me pa diskutim, kishte me shku Majlinda. Këto revista përmes numrit të fundit për këtë vit kanë bërë dhurimet për 2015.